Në fund të shekullit të 18, filozofi Jeremy Bentham projektoi një burg të veçantë. Ishte një projekt arkitektonik, në të cilin të burgosurit mund të mbikëqyreshin në çdo kohë, pa ditur saktësisht kur dikush po i vëzhgonte. Sot, ne nuk e quajmë më këtë koncept burg. Ne e quajmë vëllai i madh. Shumica e njerëzve thyhen nën këtë presion psikologjik. Ata tregojnë fytyrën e tyre të vërtetë. Por çfarë ndodh kur dikush nuk e friksohet sistemit, por e përdor atë si armë? Kjo është analiza e një njeriu që hakon realitetin. Gjesti. Kur Gjesti hyri në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ai menjëherë kuptoi rregullin më të rëndësishëm fizik të këtij formati. Koha në etër është një burim i kufizuar. Nëse dëshiron kohë në ekran, duhet t'u amarrësh të tjerëve. Gjesti vendosi të marrë rolin e katalizatorit. Strategjia e tij, shpenzimi emocional i kundërshtarëve të tij. Gjesti rrallë herë debaton në nivel faktik. Ai përdor heshtje ignorante, provokim të papritur dhe humor të hidhur. Qëllimi nuk është të fitosh një diskutim. Qëllimi është ta bësh kundërshtarin të humbas kontrollin. Ndërsa të tjerët bërtasin, shpërbëhen dhe harxojnë energji, Gjesti shpesh mbetet i qetë. Ai krijon dramën, i lejon të tjerët të bëjnë punën e ndyrë dhe korr përfitimin e kohës në ekran. Një monopol absolut. Kalimi te Big Brother VIP Albania ndryshoi parametrat. Një shtëpi e re, personazhe më të forta, një audiencë më e pamëshirshme. Të gjithë atje njihnin stilin e lojës së tij. Kushdo që këtu luan vetëm rolin e provokatorit të zurmshëm, shihet qartë dhe izolohet. Gjesti duhej të përshtatej, një evolucion i kodit të tij. Në Shqipëri, pam një lojtar që kuptoi se kaosi i pastër nuk mjaftonte më. Ai filloi të luajë lojën meta. Ai dinte saktësisht kur të sfidonte mashkullin alfa dhe kur të qëndronte në prapasken, për t'i lënë të tjerët të binte në trup. Nuk ishte më vetëm instinkt, ishte shah i llogaritur. Por Gjesti e dinte që lufta e vërtet nuk fitohej më në shtëpi. Ajo fitohej në faqet For You të TikTokut. Ai nuk komunikon me shokët e shtëpisë, ai ushqen algoritmin. Ai ka krijuar një makineri të padukshme PR. Mira fansa marrin klipet e tij, i shtojnë muzikë agresive dhe e stilizojnë atë si shefin e pamundur. Gjesti kontrollon narrativën jashtë mureve, pa ngarkuar asnjë video vet. Një ushtri perfekte të decentralizuar fansash.